Në Shkodër duhet të vijë një socialist si Ditmi Bushati për të kritikuar qeverinë e pse ndodh kjo, sepse në Shkodër mungon opozita, mungon ajo opozitë që fjalët që i thot Bushati duhet i thot ajo, një opozitë e përqarë që nuk ka forcën e duhur për të reaguar ndaj qeverisë. Një gjë e tillë po dëshmohet prej kohësh në fakt në Shkodër, dhe kjo situatë po vjen pa mbajtur askush përgjegjësi. Në raste veçanta mjaftohen me një deklaratë nga Selia dhe asgjë më tepër. Të bësh opozitë do të thotë të kesh më shumë angazhim dhe përkushtim ndaj qytetarëve, të godas qeverinë në pikat më problematike, ku problemet e kësaj qeverie janë të shumta dhe mbushur me skandale, dhe jo të presë një të majt të hatër mbetur si Bushati, që të vite kritikoi qeverinë në ato probleme që realisht janë serioze. A nuk ka opozita orator që dinte për mbledhin hatë të qytetarëve, e sidomos të gjatëve shkodran, që janë pafund e që shtohen për çdo ditë? Sigurisht që ka, janë kuliset brenda Partisë Demokratike dhe gjitha partive të gjatha në Shkodër e në të gjithë Shqipërinë, që nuk lejon prej dekadash të dalin në podiumet e tyre personat e grupet që njohin e dinte artikulohen në çdo rast e për çdo interes të qytetit të tyre. Shkatrimi i së djathtës po bëhet nga ata që përfaqësojnë të forcë politike në podiumet e forumit lokale, kombëtare e ndërkombëtare. Rasti Bushatit nuk do jeti vetëm në të bëjt opozitë si të majt.